Përshëndetje të nderuar. Sonte këto dua të flas për një temë të jetë e ndjeshme, e cila ka bërë buj dhe ka ngjall indinjat, sikur brenda Turqisë, sikur tek të gjitha shtetet me prejardhje turke në Kaukaz dhe Azinë Qendrore, por edhe në shtete jashtë këtij dimensioni turk, të cilat shtete një pjesë e tyre konsiderohen mike dhe mbajnë raporte teje të ngushta miqësore me Turqinë, por të involvuara në trajtimin e çështjes janë edhe emra të shteteve të cilat njihen si armiqësore me Turqinë. Fjalën e kam sonte këto shpjegimin e rastit të rrëzimit të aeroplanit turk mbi territorin e Gjorgjisë. Çfarë imazhe mund të lexojmë nga rënja e atij aeroplani, çfarë mesazhe po jepej me rrëzimin e këtij aeroplani, a ishte një aksident, apo një sulm, apo rezultat i një prishje teknike apo pakujdesie të pilotëve, a ishte një hakmarrje apo paralajmërim. Unë mendoj se prej të gjitha këtyre mund të ketë kapak, është hipotetike, por ajo për cilën unë besoj personalisht, bazuar në leximin e ngjarjeve të kohëve të fundit në atë rajon, duke u nisur nga Turqia e deri te Kina atje, unë e konsideroj se ishte një hakmarrje e rëndë dhe e dhimbshme kundër Turqisë. Nëse them se ishte hakmarrje, natyrisht se do të shtruar pyetjen dhe gjetur përgjigjen pyetjes hakmarrje pse, nga kush dhe cilat janë motivet e më pastaj edhe rezultatet e kësaj hakmarrje. Aeroplani i mallrave C-130 që po barte 20 komandant të ushtrisë turke, plus ekuipazhi i aeroplanit, të cilët po ktheheshin nga ceremonia e fitores, por e fitoreve të Azerbejxhanit, rrëzohet menjëherë posa të hyjë në territorin, në qiellin e Gjorgjisë. Një pyetje tjetër është edhe ajo se përse aeroplani sa kaq e lakon rrugën dhe në vend se të vinte mbi Armeninë në Turqi, hy në territorin e Gjorgjisë. Kush e orientoi atë, mbetet të zbulohet pasi të dëgjohet mirë dhe të trajtohet mirë kutia e zezë e cila ka mbrim brëm në Ankara dhe janë duke punuar me të, por ajo që për momentin mbetet është pyetja se çfarë ndikoi, kush e orientoi aeroplanin të hyjë në Gjorgji. Ata të cilët kanë përvojë ose njohuri në lidhje me atë hartën gjeografike të atij rajoni, e dinë se Azerbejxhani është tazamin në këtë pozicion këtu, pastaj është Armenia në mes dhe Turqia është këtej në pjesën perëndimore. Pra, Armenia është vendi midis Azerbejxhanit dhe Turqisë, rajone këto të cilat deri tek shpërbërja e perandorisë osmane kanë qenë një vend i vetëm, një vend unik. Gjorgjia është mbi Armeninë, në veri të Armenisë, por që kufijt e saj puqen ka lindja me Azerbejxhanin, ka perëndimi me Turqinë, ndërsa në jug puqet me kufijt e Armenisë. Pra, shumë e logjikshme është të shtrohet pyetja me indikacione skeptike se përse aeroplani e bën një rrugë më të gjatë se sa do të dohej shkurtimisht të them kështu të kalonte nga Baku në Armeni, pastaj në Turqi dhe në Ankara. E unë e kam përgjigjen time, siç e thash pak më parë, se është një hakmarrje
e një shteti ndaj Turqisë, hakmarrje këtë të cilën e pati paralajmëruar një 2 muaj e gjys më parë. Përse është fjala, më lejoni që dal nga dal ta shpjegoj situatën. Në një video të kaluar miq, unë e kam përmendur se pas shpërbërjes së perandorisë osmane, përveç që sakatoset lindja e mesme, duke u krijuar shtete, t'i quajmë shtete, se as shtete nuk ka qenë, por janë vënë megja paushall, e të cilat i ka organizuar dhe vizatuar sidomos Churchilli i Britanisë së Madhe. Përveç ndarjes së këtij rajoni, kam thënë në atë video se edhe territori i popullit turk ndahet si o mazi. Bile masi të ndahet, një pjesë e madhe e territorit të popullit turk pushtohet nga ish Bashkimi Sovjetik. Pra, Turqia me këta kufit fillimisht të marrëveshjes së Sivres, traktatit të Sivres dhe pastaj të Lozanës, krijohet kjo Turqi, por që i merren territore si Dagestani, Ingushistani, pastaj Azerbejgjani, pastaj Kazakistani, Turkmenistani dhe vendet të tjera deri në kufit e Kinës. Në mesin e këtyre vendeve vizatohet territori i Armenisë dhe i Gjorgjisë, asisoj që Turqia, si pasardhësia e perandorisë osmane, të mos ketë lidhje apo zgjatime territoriale toksore me asnjë vend nga Republika Turke që do të krijoheshin dhe me asnjë vend tjetër të cilat njiheshin si pjesë integrale e perandorisë osmane. Ndërto edhe gjeografia shqiptare, ku shqiptarët ishin, edhe njerë po them, pjesë integrale përbërëse e perandorisë osmane. E dini sigurisht, ata të cilët merren me histori edhe më mirë e din, se luftat më të mëdha, masakrat dhe gjenocidet më të tërishta mbi perandorinë osmane sa ishte gjallë, e më pastaj mbi popullatën muslimane, turke dhe të tjerë me përkatësi islame bëhen në 2 rajone. Në rajonin e Kaukazit, ku është Azerbejgjani e Dagestani atje dhe vendet tjera të rajoni i detit Kaspik dhe në Ballkan. Llogaritet se janë mbi 8 milion raste të vrasjeve, masakrimeve, gjenocideve, rezultat i gjenocideve, apo i përzënjes, i dëbimit të muslimanve, në mesin e tyre turq, e shqiptar, e të tjerë atje në Kaukaz, që largohen nga tokat e tyre. Pra, Ballkani dhe Kaukazi janë 2 vendet të cilat më së rëndi e përjetojnë dhunën slavo-ruso-serbe mbi muslimanët, të cilët dikur ishin pjesë përbërëse e perandorisë osmane. Janë të njohura luftrat turko-ruse në atë pjesë të botës, si dhe luftat e Ballkanit, të cilat i udhëhiqte Rusia me pionët dhe ushtarët e vendeve ballkanike, ndërto Serbia, Bullgaria e më poshtë edhe Greqia. Përse po i përmendi këto raste? Për të sqaruar apo për të hedhë dritë edhe më shumë në rastin e rrëzimit të këtij aeroplani, për të cilin thuhet se është e involvuar Rusia, e që unë e kam versionin tim. Jo Rusia. Rusia mund të ketë ndihmuar në një mënyrë apo tjetrën, por është
një shtet tjetër i fuqishëm, i njohur në botë dhe i cili qëllimshëm kësaj radhe është hakmar kundër Turqisë. Aksident, të zami se është aksident. Mos përfilje e rregullave, e rrugës dhe të ngjashme të ekuipazhit brenda. Po pse pikërisht ky aeroplan teksa po kthehej nga ceremonia e njerës prej fitoreve më të mëdha të kombit turk në 100 vjetët e fundit. Dhe ajo fitore është fitoria e Azerbejxhanit mbi Armenin, duke e rrimar Nagorno-Karabahun dhe duke shpall ofrimin maksimal të pika ku do të shpallet shteti i turqve, apo Republika e Re Turke, brenda teritorit të së cilës do të jenë mbi 300 milion banor me prejardhje turke dhe kufijt e saj do të jenë nga Bullgaria deri te Kina andej. Kujt i pëlqen kjo, në favor të kujt është kjo dhe kujt do t'i pengonte mas shumti, janë pyetje apo është pyetje e cila megjithatë hedh dritë edhe tek rasti konkret i aeroplanit. O shumë normale pra miq, të bëhen pyetje të tilla, aksident apo jo aksident apo gabim apo çfarëdo tjetër. Megjithatë, në rastin konkret kemi të bëjmë me një aeroplan, ta quaj supersonik, në kuptimin e strukturës motorike të tij. Aeroplani C-130 është aeroplan me 4 motor, i fuqishëm në përmasa shumë të mëdha, dhe çka është më kryesorja, ky aeroplan ka bardh deri më tani komandant dhe mallra ushtarake turke prej Turqisë dhe gjithandej ku ka pas nevoj me shkue armatimi i Turqisë. Pra ka qenë një aeroplan i targetuar kohë më parë, i shënjestruar më mirë të them edhe kohë më parë. Mënyra e rënjes së aeroplanit për mua është bajagi indikative. Aeroplani zakonisht kur bie prej qiellit, bie e merr hyjymin të poshtë, mund të eksplodoj ende para poshtë, por zakonisht bie si tërsi. Ky aeroplan coptohet në qiell dhe në 3 copë bie të poshtë. Çka është edhe më interesante për rastin, miq, aeroplani tura të poshtë incizohet me një kamerë, mos them bajagi e sofistikuar, jo me telefon, dhe 1 minutë e 54 sekonda pasi të bie aeroplani në poshtë, merr dhënë nëpër rrjetet sociale. Dhe shteti i parë i cili e jep lajmin për rrëzimin e këtij aeroplani 3 minuta e gjysmë pas rënjes së aeroplanit, e dini kush është? Dhe aty po sillem une për ta hedh teorinë time jo, për analizën, leximin tim të ngjarjeve dhe që rezultoi me këtë aeroplan. 3 minuta e gjysmë pas rënjes së aeroplanit është India e cila e dha lajmin e rrëzimit të këtij aeroplani. Shumë më shpejt se Georgjia, shumë më shpejt se edhe Turqia, shumë më shpejt se Azerbejxhani dhe Rusia. E që, natyrisht, edhe ky rast e bën situatën edhe më të ndjeshme dhe më indikative. Ata të cilët kanë njohuri teknike mbi aeroplanet apo këtë temë, thonë se është shumë vështirë që një aeroplan i tillë me 4 motor të shpërbëhet në qiell para se të bie në tokë. Se, thonë vazhdimisht,
Gjithashtu se shkalla e aksidenteve të këtyre avioneve është aq e ullët sa mund të llogaritet në 10.000 me 1. Dhe sipas pamjeve që i pam edhe ne më pastaj, nuk ka pasur as mot të keq, as gabim të pilotit, as paralajmërim nga lart se është problem diçka këto, por aeroplani shpërthen lart dhe nga brenda ajo pjesa e mesme e aeroplanit, njëra prej 3 pjesëve, bie sikur një kuti prej larti. Koka e aeroplanit me njën, bishti e aeroplanit me njën, ndërsa njerëzit që janë atë shumë kthjellët shihen duke rënë prej aeroplanit viktimat e radhës. E që nuk e dija e përmenda se janë 20 komando dhe komandant të armatës turke. Në një kohë kur Turqia po angazhohet në shumë rajone, nga Nagorni Karabaku atje deri në Kashmir këndej poshtë, prej Libijës në Sudan, prej Sirijës në Gaza, prej Karsit atje te Kazakistani dhe Turkmenistani. Në një kohë të këtillë është shumë e natyrshme që Turqia të përballet me rreziqe të këtilla dhe me tmerre të këtilla e sidomos duke nënvizuar, e them, pas iniciativave dhe këmbgulësisë turke që të jetë prezente në mesdheun lindor, aty ku interesat e Greqisë, të Izraelit dhe të Francës puqen me një ndjeshmëri shumë të madhe. Përtej kësaj, miq, në një kohë kur Turqia, e cila lirisht mund të them, është ajo e cila ka ndikuar më së fuqishme në dëbimin e Francës nga Italia, e sidomos Wagnerin nga Nigeria, nga Sudani, nga Somalia, Eritrea, Somalilandi dhe Libia, që i bie se janë prek me këto shtrirje të Turqisë, të ndikimit të saj, të fuqisë së saj edhe interesat teje të ndjeshme edhe të Rusisë. Megjithatë, deri në këto momente, unë ende nuk mund të shoh Rusinë e aftë, e zoja, e guximshme deri në ato përmasa sa ta godas aeroplanin turk dhe të rëzoj mbi qiellin në tokën e Gjorgjisë. Më falni. Atëherë, miq, ti shpjegoj dyshimet e mia. Lufta e Karabakut, Nagorni Karabakh, është një luftë e trefisht e Azerbejxhanit, Turqisë dhe Pakistanit. Me vëmendje i lutëm, pas miko. Të njëjtat këto 3 vende kanë treguar një bashkëpunim dhe një solidaritet, një ndihmë të ndërsjellë, sikur të ishin një shtet në konfliktin midis Indisë dhe Pakistanit. Për pasojë, India pason një disfat poshtruese të atyre përmasave sa një superfuqi botnore ta kërkoj ndihmën e Donald Trump që të ndikoj në ndaljen e luftës dhe në ndaljen e turrit të Pakistanit. Me njëherë pas kësaj lufte, ajo që mua po më qënë, duke i hulumtue të ragjet, po më qënë të ujku atje, me njëherë pas kësaj lufte, ajo që më ka pasra në sy është një ofrim, si me thanën,
i papar për dekada midis Indis dhe Greqis. Me qindra raketa me rreze të gjata veprimi indiane fillojnë të zbarkojnë në Greqi. Me mira dron të përmasave të ndryshme indiane fillojnë të vinë nga India dhe t'i jepen Greqis. E që ishte hapi i parë i hakmarrjes indiane ndaj Turqis. Dhe përveç kësaj, India pas humbjes së saj në luftën me Pakistanin, njëjtë sikur me Greqin, fillon të armatos Armenin dhe të dërgon sisteme raketash, mbrojtëse dhe sulmuse, sikur të ishte një region brenda Indis. Natyrisht se India i kishte llogarit e veta për t'i larë kësaj radhe me Turqin, sepse e dinte se Turqia është shteti i cili bri Kinës, kontributit të Kinës, shteti i cili më së shumti kanë ndikuar apo ndihmuar në fitoren e Pakistanit mbi Indin. Njëjtë në ato përmasa sa dronët dhe raketat, mbase edhe aeroplanet turq i demoluan caqet armene në Nagorno-Karabakh. Dhe po mos të ishte ndërhyrja ruse sidomos, por edhe amerikane, aso sulmi e patnis Azerbejgjani me raketa dhe me dron të Turqis, sa pritej edhe pushtimi i një pjese të madhe të Armenis. Prandaj, India si hakmarrje ndaj kësaj, përveç që është duke e furnizuar me armatim Greqin, armikun shekullor të muslimanve, e në rastin konkret të turqëve dhe Turqis, India është duke e armatosur edhe Armenin, për t'i ndajt në bal bashkimit eventual të Azerbejgjanit me Turqin dhe natyrisht edhe me republikat tjera turke. Pyetja normale që shtrohet sërish në rastin konkret. A thua, a mund të thuhet se ishin të involvuara drejt për drejti raketat apo raketa indiane e vendosur në Armeni për të shkaktuar incidentin apo rrëzimin e aeroplanit? Pyetja tjetër. A mund të kishte menaxhuar në mënyrë digjitale India goditjen e këtij aeroplani me mjetet të ndryshme të sofistikuara, njëjtë sikur që bëri Izraeli, sipas dyshimeve të shumta, me aeroplanin e Ibrahimit ish, presidentit iranian, i cili po kthehej nga kufiri me Azerbejgjanin, pasi që kishin hap një digë më e madhja e rajonit. Për pasoj, helikopteri i ish presidentit iranian rrëzohet, hapen rrugët e hipotezave, pyetjeve, trajtesave të ndryshme dhe bihet puna në një pikë sa dyshimet më të mëdha bien mbi Izraelin. Këtë dyshime për ish presidentin, për vrasjen e ish presidentit iranian, filluan të forcohen edhe më shumë, me rastin e vrasjes thuajse të njëjtë edhe të Ismail Hanijes në Teheran, dhe edhe më shumë se kaq, me rastin e shpërthimit të
celularve, atyre pejzherve në duart e ushtarve të Hizbullahut në jug të Libanit. Me një sust i vret me qindra ushtarak dhe ushtar të Hizbullahut. Nuk është e rëndësishme që Netanyahu, posa të kthehet nga New Yorku në Tel Aviv, thot, le ta din e gjithë bota, e sidomos vendet armiqësore, se cili do njeri në cilin do kënd e cep të botës e mban një celular në dorë, ta dini se jeni të mbajtur një cobës të Izraelit në dorën dhe në xhepin tuaj. Megjithëse ende nuk është drejtuar gishti i Turqisë ka New Delhi, e as nga Tel Avivi, opinioni im thot, leximi im i ngjarjeve thot se sidomos India, por edhe ky i dyti mund të kanë qenë të involvuara në rastin e rrëzimit katastrofik të dhimbshëm të aeroplanit C-130 të Turqisë. Inteligjenca izraelite di shumë për lëvizjet e Turqisë brenda dhe jashtë kufive të saj. E di se Turqia është duke bërë përpjekje të gjithëmbarshme, ekonomike, diplomatike, ushtarake, kulturore, sociale, për t'ju kthye asaj frymës që si akuze përmend Izraeli kthimi i perandorisë osmane, që Turqia këtë nuk e pranon në fakt, këtë term, por i di të gjitha këto lëvizje. Izraeli po i bën llogarit me Turqinë dhe është fut në konflikt në çdo rajon ku është një interes qoftë edhe më i vogël i Turqisë. E involvuar në Libi, në Sudan, në Gaza, në Siri, në Kaukaz, në Xhirin Persik, gjithandej ku është një prezencë dosido e Turqisë, aty Izraeli përplaset me format të ndryshme të luftës me Turqinë dhe atë në çdo fushë. Deri më tani, me gjithë dëmet e shkaktuara dhe të mëdha që janë rezultat i këtij interferimi të Izraelit dhe i përpjekjes së Tel Avivit për ta stopuar Turqinë, deri më tani, me gjithë damet, vrasjet, shkatërimet që janë bë, deri më tani unë e shoh se Turqia asnjë luftë, betejë të këtyre llojeve nuk e ka humbur me Izraelin, në betejë me Izraelin. Në ndërkohë, Izraeli kësaj radhe në bashkëpunim edhe me qarqe të caktuara të Indisë, kanë qenë të involvuara në rastet e një marrëveshjeje të mundshme midis Armenisë dhe Azerbejxhanit, por makineria e Netanyahut nuk e ka lënë anash as edhe ato përpjekjet e fshehta, atentatet, rastet e diversioneve të ndryshme, rrëzimin e aeroplanëve, rrëzimin e raketave, sulme hakmarrëse, përdorimi i pajisjeve të tjera elektronike dhe metoda të tjera, sidomos shpionazhi për ta dëmtuar Turqinë. Miq, qysh si po sillet puna, rasti i këtij Ekrem Imamoglu. Përderisa po mbahet brenda Imamoglu, po dalin
fakte, incizime, foto, mesaje, të cilat dorën zemër me më paspyt muë para rasit kisha thonë kur nuk mund me qenë të vërteta. Është mase e vërtet se përgjatë gjithë historisë së shteteve, se herë që një politikan është fut e ka kap radari i drejtësisë, politikanët e këtil, njerëzit e këtil janë mundue që ta përdorin mburojen politike për t'i shpëtuar drejtësisë. Ta zam miq Escobari i njohur, mafiozi koka e mafis kolumbiane, udhëheci i trafikimit të narkotikëve dhe prostitucionit ndër më të njohurit në botë. A mund të besoni miq se që ky Escobari dikura është fut në politik dhe në një kohë ka qenë edhe deputet brenda parlamentit të Kolumbisë. Pastaj skandali Ponzi, ju kujtohet në Rusi, aktori kryesor i këtij skandali vetë futet në politik dhe mbetet për 8 vite antar i Dumës. Njerëzit mafioz, njerëzit të cilët e kanë shit shpirtin, mafiozët, kriminalet ekonomik, të cilët e kanë shit shpirtin dhe të cilët po përgatiten për momente të caktuara, mënyra më e mirë për t'i shpëtuar radarit të drejtësisë është futja në politikë. Po dalte Ekrem İmamoğlu po duhe dhe ky rregull apo ky ligj mund të vlej për çdo vend botë mbas edhe për Kosovën. Në Turqi, përveç Ekrem İmamoğlu ose para İmamoğlu, ata të cilët e kanë lexuar Turqien e njohin sigurisht Cem Uzanin, një miliarder i Turqisë, një afarist dhe biznismen i njohur në Turqi, i cili e pati krijuar partijen e vetë dhe nuk kishte shesh të qyteteve të Turqisë ku nuk mbante tubime për zgjedhjet e ardhshme dhe për të futur në parlament. Bile kishte ambicje edhe që ta merrte qeverien në dorë. Që në fakt edhe ky paraprakisht e kishte ndje se e kishte kap ai cik radari i drejtësisë së Turqisë. Rasti i njeriut më të afërt të Berlusconit, udhëhec i kontrabandës, i narkotikëve dhe i mafisë italiane, nëpërmes puçjes në politik dëshiron që t'i shpëtoj qati radari të drejtësisë. Politikën duke e përdorur si një mburoj e nënte ta zhvillojnë aktivitetin e tyre mafios, kriminal dhe antishtetnor. Tashmiq, Nexhati Özkan, një prej emrave më të njohur të grupit kriminal Ekrem İmamoğlu, pasi të kapët, në telefonin e tij gjendet një fotografi, një letër e fotografuar, i cili ja kishte dërguar Ekrem İmamoğlu duke i thënë se duhet të gjendet një banesë, pa dhënë një askuj adresë, pa e ditur kurkush përveç njerëzve 4-5 njerëzve tanë se ku është ajo adresë, të vendoset aty një kompjuter, por jo i lidhur me internetin, dhe ti dorëzohet personit aty një telefon, jo celular, jo telefon i mençur, por i cili nuk punon edhe me internet. Dhe në atë vend aty të vendoset filani dhe fisteki, në mënyrë që të mos bien në sy asgjë nga veprimet që po bëheshin.
zbulohet më pastaj, pas pyetjes që shtrohet në media, se çfarë aktiviteti pas kësh organizuar Ekrem Imamoglu që të kërkohet prej tij dhe ai ta jep pëlqimin që të gjendet një banesë, një person, një kompjuter, një njeri, një celular i cili s'ka lidhje me botën e jashtme. Mirë po, në atë kompjuter të shkruhen dokumentet, programet, prerogativat, urdhresat, ndalesat e aktivitetit të kësaj. Në lidhje me këtë rast, zbulohet më pastaj edhe shërbime sekrete, si të Izraelit, dhe flitet se në to janë të kyqura edhe shërbimet sekrete indiane. Si fund i videos, angazhimi kaq i madh i Indis në Greqi, njëjtë sikur edhe i Izraelit. Interferimi i Indis në Armeni, ndihmat marramense që është ja dhënë Armenis dhe Greqis. Pastaj, Greqia të del me atë planin e Izraelit mburoja e Akilit në Greqi, duke shndruar teritorin e Qipros jugore në një bastion të raketave që nesër do të duhej, do të mund të përdoreshin, dhe mbi të gjitha këto, involvimi Izraelit në Azerbejxhan dhe përcjellja nga brenda, mbas edhe nga Bashkia e Stambollit, e lëvizjeve të ushtrisë, të armatimit, të aeroplanëve turq, qet në pa dyshimet e bazuara deri diku se këto dy vende mund të qëndrojnë pas rrëzimit të aeroplanit të Turqisë. Ende asnjë nga qarqet zyrtare turke apo të Azerbejxhanit, mbase edhe të Gjorgjisë, nuk kanë dhënë deklaratat e tyre zyrtare. Por, si fund të videos, dyshimi im është se pas këtij rasti do të del, apo mund të dalin qarqe të inteligjencës indiane, në mënyrë që India t'i hakmerret, apo ta vazhdoj hakmarrjen e vet ndaj Turqisë për shkak të ndihmës që Turqia ja kishte dhënë Pakistanit, mund të dalin edhe faktorë të tjerë. Por kjo është leximi im që unë ja kam bërë situatës së deri tanishme dhe në veçanti rrëzimit të aeroplanit të Turqisë. Deri në ndonjë analizë tjetër, natën e mirë.